Miqtë e mi, ku jemi në kuzhinën tonë, bashkë me zonjën Tefta, si çdo ditë në këtë orë. Do të gatuajmë së bashku dhe shpresoj që ky të jetë jo vetëm një moment që mund ta shijoni me aromë të mirë, me fantazi në kuzhinë, por dhe një moment të shplodhës, sepse shpeshherë ne shplodhemi kur gjërat i bëjmë me kënaqësi, apo jo zonja Tefta? Po. Le të shplodhemi kuzhinën tonë. Si kalon? Mirë. Se ç'ke sot, më duket sikur ke një kështu ndriçim tjetër. Ashtu, pse duket ka në një kështu. Shiko tani. Mos ka në një freski e vjetër. Tani të themi të drejtën, se unë e bëra pak hapjen i rashën çik kështu gjatë azita, po tani po i bie drejt se kemi një kështu si sebeb ne këtu në shtëpinë. E kemi një sebeb. Në datën e sotme, pikërisht sot. Edhe pikërisht ditë të hënë. Pikërisht ditë të hënë, 11 vjet të shkuara. Është dalja e parë në ekran e zonjës Tefta, pra le të themi transmetimi i parë për emisionet e gatimit. Po. Për herë të parë pas viteve 90. Po. Më vjen shumë mirë që kanë kaluar kaq vite dhe kaq shpejt, nuk më vjen mirë në aspektin e viteve që ikin, po për sa i përket përvojës dhe aspekteve të tjera, është gjë shumë e mirë, shumë pozitive. Edhe për mua ishte pabesueshme, me thënë vërtetën. Në fakt e ke nisur shumë rastësisht. Po, shumë rastësisht. Nuk besoj se kishte menduar që të shkonte kaq gjatë. Jo, nuk e kisha menduar. Nga biseda dhe nga kafet që ne kemi konsumuar bashkë. Nuk e kisha menduar fare. Por rastësia mbreti i botës. Po, ishte një, ose më mirë të themi kështu. Të fillojmë nga puna. E pastaj flasim, se na ikin të shkretat minuta se kuptojmë as vetë sa shpejt na fluturojnë. Atëherë, unë kam zgjedhur sot pikërisht për këtë ditë, kam zgjedhur sot një nga recetat që unë kam bërë herën e parë në ekran. Do të thënë, është një nga recetat e ditëve të para. Të parë, okay. Ditëve të para. Cila është kjo recetë? Çfarë do përdorim? Është një recetë që për ne është kombinon shumë mirë, ose na përshtatet shumë mirë, pasi kemi në shportën tonë orizin. Teuta, po. E kemi zier atë, e kemi bërë gati, sepse është një qofte me oriz, e mbushur me mish të grirë dhe mërci pule. Është një nga recetat që unë pata përgatitur në ditët e para të daljes në ekran. Me gjithë emocionet, me gjithë... A do t'ja dalim t'a bëjmë si atë ditën e parë, apo do t'a bëjmë më mirë? Besoj se... Do t'a bëjmë më mirë. Jo, e di pse se... është marrë nga arkivi, receta. Se emocioni bën të vetën, pra ndaj them. Po. Atëherë, kemi zero orizin, në përgatitjen e kësaj recete, kemi bazë, kemi orizin, pastaj, siç e shikojmë mbi tryez, kemi mishin e grirë, kemi një qep, kemi mërçit e pulës, të cilat i kemi kaluar në zierje, gjalpin, kemi pak cip limoni, vezët, erëzat, si që është piperi zi, sigurisht që të kompania Teuta piperin e zi, dhe djathë. Mirë, atëre, shojmë dhe në grafik ta përbërësin e i përmëndëm. Pa tjetër. Ti shënojmë, e shojmë në faqen e fletores të ditës së sotme. Ku anvisat mund të jenë më të qarta, mund të shënojnë saktësisht, ja i shikoni pra përbërësit, gramaturat për katëse. Atëre, kemi bërë dhe zgjedhjen e djathit, me djath kaçkavall, me pak djath të bardhë, që do t'jem pjesë e përgatitjes orizit. Por nuk do të mungojnë, siç tham pra, vezët, mielli, dhe gjithashtu dhe pak nga galeta apo buka e thekur. Pra, me një fjalë, të do bëjnë qofte me oriz, por mund t'jenë edhe si kroketa me oriz, mund t'i quhen. Janë shoqëruese shumë të mira, po mund t'i përdorim dhe këto në vetë, pasi mishin e grirë kanë, të brëndshmet i kanë. Këto mund t'i ngjajnë edhe pak, do të thënë nga pjesa e përbërjes së orizit, ku do të hedhim vezën, do të hedhim edhe djozmën, qifqive. Por qifqit nuk janë të mbushura. Nuk janë të mbushura, veç kësaj kanë dhe tiganin e tyre të veçantë. Që janë tigan me fole, me gropa. Mbaj mend ato tiganin 100 e ca vjeçar që ne solle herën e fundit, anvis shumë dashamirëse, e kishte Kastile, posaçërisht e kishte ruajtur të sjellë për ne këtu. Atëre, bëjmë gati dhe djathtin. Kam përshtypjen që kjo si recetë është pak e zonës së Gjirokastrës, në zgaboj? Po. E di pse them këtë, sepse kemi rastisur njërë të dyja në një drekë, kanë kaluar ca vite dhe mbaj mend që
Më duket se i ke lidhur këto të dyja midis qifqive dhe hanëmeve, që i bën po gjirokastra. Jo, hanëmet janë të tjera. Jo. Më që ishin vetëm me mish dhe mbledhur me atë cipën e Cipën e të brëndshmeve. Po jo, ju referojmë pak të brëndshmeve. Ndoshta është një fantazi kjo që është midis dy shijeve. Mirë, na vjen mirë që jemi në traditë. Hanëmet janë të tjera. Janë më çik më. Jo, janë vetëm me copa mishi. Vetëm me copa mishi, po. Po pra, këto qifqit i kemi vetëm me oriz, edhe i kemi bërë një krushqi mes hanëmeve dhe orizit. Po, kemi bërë një përzierje, po. Kemi bërë një përzierje. Ja e grim dhe djathin. Atere, do të përgatisim, por që të mbushim qoftet e orizit, ne do të përgatisim pak që t'japim shije, mishi të grirë dhe mërqis. Nuk do t'i vendosim kështu të gjalla, le të themi, do t'i kalojmë pak në tigan. Atere, shtojmë djatin këtu. Tek orizi, ja? Tek orizi, po. Do të shtojmë piperin e zi, japim një shije të mirë. Do të shtojmë këtu dhe pak fare djozëm, që e kemi tharë vetë. Sa mirë. Kur i bën gjërat vetë. Shkon më tepër. Mund t'jetë e freskët, të? Po kjo ka një aromë të mrekullueshme, sidomos kur e thanë vetë, kur e thanë vetë. Pa hile dhe është e freskët, jo e ndenjur shumë. Po, atere, do të përgatisim në një tigan, si që shohim tek tigani Master Chef, që ne nuk rim do të pagatuar me këtë tigan, në format të ndryshme, në masi të ndryshme, ku mund të gjesh tjetër vetëm të shpiragu. Përveç të shpiragu. Mirë, atere, morëm tiganin në mënyrë që të përgatisim mishin e grirë me mërqit, të cilat i kemi kaluar në zjerje. Mërqit i kemi zjerë paraprakisht? Po, i kemi zjerë paraprakisht. Dhe do t'i bëjmë një mas tani bashkë me mishin e grirë? Po, pa tjetër. Jo. Jo flas, do t'i vëmba, apo më vete? Do t'a shohim. Mirë, e shohim atërë, mos nëzitojmë. Do t'a shohim, po. Po unë si jam as shtatanike, në njërë që s'kam durim kur t'i shpjegojmë gjëra. Jo, më pëlqen, e di pse? Më pëlqen sepse ti je nga ato që gatuan. Po, e vërtet. Dhe fantazinë e ke të zhvilluar dhe mund t'japësh variantet e tua. Edhe ajo që thua ti është shumë e mirë, për zgjedhja. Ja, kurioziteti në njërë ka raste që nuk më pritet edhe po i pëngjan, kjo që do të bëjmë ne i pëngjan për zgjedhjes. Pse? Ja du t'a shojmë. Një qep të thatë. Një qep të thatë. E presim këtë. Nuk ka rëndësi imët apo jo. Do shtojmë atje gjalpin, tek tigani, dhe pak fare vaj ulliri. Atëherë, marim vajnë e ullirit All Italia. Po, e shtojmë pak. Më thuaj sa të shtoj zonja Tefta? Shikoj pak? Mjafton. Mjaftonë, në rregull. Po gjalpin? Shtojmë dhe qepën, do shtojmë dhe gjalpin, që t'i japi një aromë të mirë dhe qepës. Është gjalpin këtu? Jo të gjithë, një pjesë. Një pjesë, sa për shumë? Po. Kaq? Po. E shtojmë atë, në rregull. Atere, kemi zjerë mërqit, i copëzojmë këto, në këtë formë. Tigan shumë i mirë nuk më gjitë me këtë shtresë, si përfaqësore. Jo. Nda edhe ne përdorim shpesh se na pëlqen. Me shumë kënaqësi, ha? Na ecën edhe dora në gatim, jo për gjë. Po, patjetër. Ti rip pak mbi kokën kësaj? Po, mund t'i rim pak, mund t'i shtojmë pak fare krip, mund t'i shtojmë pak piper të zi, qepës. Ja dhe mërqit i kemi bërë gati. Pra pasi i kemi zirë, i grimcojmë. Atere, i kalojmë të tena që i kishim. Dhe dështojmë tek qepa, dështojmë mishin e grirë. Shumë. I kanë dhejta që se e regulloj se më merë erën e mishit. Pikërisht. Shumë mirë. Okej. Ti bëj një të trazuar kësaj? Atere, po, mund të trazojmë, do një luk, apo spatull, apo qëfar do. Ja, një luk shëdruri, mund të përziesh një dyja bashkë pastaj. Atere, kemi kaluar mishin e grirë,
e lëm pak dhe shtojmë mërqit. Mërqit të cilat i kemi zier, Ja dhe mërqit. Do të bëjmë një masë të thatë. Do më thënë që mos tjetë e lëngshme. Lëngëzuar, po. Po, mos tjetë e lëngshme. Pra këtu kemi edhu vajnë e udhërit, kemi shtuar gjithashtu edhe qepën, pak krip, pak piper të zi, kemi shtuar mishin e grirë, e lëm pak të marri një skuqje, dhe pastaj kemi shtuar dhe mërqit të cilat i kemi zier. Pra, kemi përgatitur fillimisht orizin e zier, e kemi zier orizin, për një familje prej 4 personash mund të merrni 250 gram dhe 300 gram oriz, sepse mendohet që nuk janë vetëm këto kroketa që do të shtrojmë në tryezë, por mund të kemi një supë, do të shoqërojmë me sallata të ndryshme, mund të shoqërojmë me Një gatim tjetër, që mund ta përgatisim ne. Mirë është kjo apo? Shumë mirë. Shumë mirë. Atëhere, sa të skuqet kjo, do marrim dhe një tenxhere, ta vendosim me vajin. Këtë këtu? Po. Me vajin, në mënyrë që të bëjmë skuqjen. Po. Edhe këtu edhe një tenxhere më të vogël mundet, po. Okej. S'ka problem. Po duke qenë kështu e hapur është më e dukshme dhe është më e dukshme. operojmë më mirë. Po. Do të përgatisim për skuq me vajin e misrit e skuqim. Me vajin e misrit. Një tjetër lehtësi që na ofron të uta. Po, tani, nuk do të hedhim sasi të madhe në vaj, sepse presupozohet, ose jo, po është e vërtet, jo presupozohet, sepse masat janë të përgatitura, si orizi, si dhe masa e mbushjes. Nja pra, do t'a lëmë deri sa ta avulloj. Mbasi ta avulloj, do t'i shtojmë pak verë të bardhë, në mënyrë që të marrë shije, të marrë shije. Ndërkohë kemi vënë dhe një tenxhere me vajin e misrit mbi soba, po jo? Krahas të pjesës së mbushjes me mishin e grirë, me të brëndshmet e pulës të ziera. Në fund fare e kemi hedhur dhe pak nga vera e bardhë dhe e lëmë që dhe ajo të avulloj dhe mishi merë shijen e vetë. Kemi edhe pak majdanos, shikoj, jo? Të freskët. Në fund i hedhim dhe pak majdanos të freskët dhe masën e kemi gati, mund ta hedhim në një enë, janë në një pjatë, këtu. Dhe kemi gati për të mbushur qoftet. Kujdes. Ja pra, e marrim dhe këtë masë, e kemi gati për të mbushur qoftet. Dhe do marrim përpara një pjatë me vezë, një pjatë me miell dhe një pjatë me pejk cimat, ose bukë të thekur, që do kalojmë qoftet. Kemi këtu dhe masën e orizit, e cila është e zier. Po. I kemi shtuar 2 lloje djathrash të grirë, nene gjikun, piperin e zi, kemi shtuar dhe të bardhë veze. Edhe të bardhë veze. E bardhë vezës është ajo që e kryon në qoften, e lidh qoften, do ta punojmë më mirë, tani. Shtojmë dhe miellin këtu. Pa tjetër që nuk rim dot pa miellin të uta, pa e përdorur atë. Tani do të formulojmë qoftet, Po. Atëherë e rahim vezën. Është një veprim që e kemi bërë dhe shumë herë të tjera. Por kjo recetë që unë kam përgatitur sot, që është një recetë të cilën unë e kam bërë në ditët e para të daljes time në ekran, dhe më duhesh që
çdo gjë të sqaroja. Që nga buka e thekur, madje edhe ta bëja bukën e thekur në temperaturën 100 gradë, në mënyrë që lagëshira e bukës të ikte dhe të thahesh fare, edhe të bëhesh kështu pluhur, edhe e grirë. Mirë, atëhere, do të marrim afër qoftet. Tasin me orizin e zirë dhe me gjithë shka tjetër që kemi shtuar brënda. Madje një dorashk do na duhet, në mënyrë që t'i punojmë me duar, jo se nuk i punojmë dot në shtëpi me duar, patjetër që çdo hambis me duar punon. Po. Por që edhe shumë shefa kuzhinë punon me duar. Po, dhe nga ata më të famshëm. Patjetër. Duhet punuar me duar sepse dora është ajo që e ndjen butësinë, ndjen forcinë, ndjen temperaturën të gjitha. Konsistencën. Jo vetëm aq, por edhe temperatura e dorës ndikon në përgatitjen e një brumi apo një mase që ne do të përgatisim, po, do të gatuar. Atëherë, sepse me këtë do të punoj pak, kemi hedhur të bardhën e vezës, e bardha është siç është, e parrahur, vetëm që të bëjmë lidhjen e qofteve. Do me thënë, është përgatitur orizi dhe është ftohur, duhet ftohet. Pastaj përgatitet masa, mirë është që t'jetë e ftohtë, mos jetë nxehtë, që të punojmë lishëm. Pastaj përgatiten këto të tjerat. Pra këtu kemi hedhur djath, lloje djathi, kemi hedhur djath të bardhë, djath kaçkavall, dhe ja ju e shikoni që ngjeshja është bërë, pra nuk është se kemi zier orizin e kemi bërë llaç, por janë djathi, është e bardha e vezës që e bëjnë këtë gjë. Merë, zato. Atëherë, duke marrë një enë me pak ujë, në mënyrë që t'i lagim duart, dhe qofta do t'na bëhet akoma dhe më mirë. Tani, ka dy mënyra të mbledhjes së saj. E dini se sa vështirë kam pasur unë ato ditë për të bërë një mbledhje të tillë? Pse? Emocioni bën vetë. Më vonë pasaj, kur unë fillova të kërkoje, të lexoje të tjera, është shumë e thjeshtë. E hap këtë kështu, e hedhim masën që ne kemi përgatitur, ja kështu, se kërkoja ato ditë që ta bëja ta mblidhja, por e bën kështu. I hedhe masën tjetër? Po. Është e lehtë kjo apo jo? Shumë e lehtë. Pastaj masit i bën si të duash. I bën të mëdha, i bën të vogla, i bën si të duash. Po kjo është mënyra e përgatitjes. Ja, i mbledhin tani, edhe i bëjmë në këtë formë, ndoshta unë e bëra pak shumë të madhe këtë. Po për ta treguar. Për ta treguar, më tepër. Ja, i kalojmë në miell. Atëherë, majmë një tjetër, t'i bëjmë pak më normale. Dhe i lagim duar, ja, kështu, në mënyrë që t'i punojmë lirshëm. I mbushim. Vendosim sipër. Duket se i bëre njësoj. Edhe jo, është më e plot ajo, prap. Mund t'jetë si madhësi, si gjatësi, pa ajo është më e plot. Ja. I japim këtë formë, i kalojmë në miell. Ato e ka në dorë çdo ambis, i bën matësit nga më të ndryshme. Ose i bën në formë sferike, i bën si të dojë. Po kjo është, do me thëmë. Pra kemi zier orizin, kemi hedhur tek orizi krypën, piperin e zi, djathrat, e grira. Kemi përgatitur masën e mishit të grirë me qepën, mërçit që i kemi zier më parë. Nja. Punoni më lishë me dorashkën, ha? Dhe duke lagur pak
Që të mos në gjithë. Po, atëre, bëjmë edhe një tjetër. Po, dhe besoj mjaftojnë. Edhe besoj mjaftojnë. Aq sa na duhet për servirjen, e? Po, pikërisht. Edhe një mas tjetër sipër. Se duke e bërë në këtë formë, nuk do të na përzihet, se thuash orizi me mbushjen. Me mbushjen. Mbushja në mes. Po do të qëndrojë mbushja në mes, po. Kur e hapim për shembull, mbushja na qëndron në mes. Prandaj e hedhim sipër. Ja pra, edhe këtë e kemi gati. Në rregull. Atëre e heqim. I majmë këtu pranë. Edhe vezëm. Edhe? Galetën. Galetën, po. Të marrë një pjatë tjetër të madhe që t'i vëm të... Po edhe mund t'i vëm më shumë. Apo do t'i vësh direkt në... Do t'i kalojnë në fakt. Atëre, kemi bërë me miell, e kalojmë këtu. Ja, e patë se si ka mbetur vetëm në mes masa. Do t'i hapim të shohim. I kalojmë këtu. Dhe që t'na bëjnë akoma dhe më krokante dhe me ngjyrë më të bukur, ne mund t'i kalojmë përsëri tek veza. I punojmë dhe këtu. Marrim formën e duhur. Ja dhe këtu. Tani do të përgatisim një pjatë me një letër kuzhine, ku do t'i kalojmë ndoshta për një vaj të tepër që mund të ketë gjatë skuqjes. Gjatë skuqjes, okej. Ndërkohë, ja, e bëj gati. Këto po i heqim. Po. Duke i përgatitur më përpara, do të shohim që kjo galeta, ose buka e thekur, do të përshkohet mirë në masën dhe skuqja do të bëhet si duhet. Pra keni parasysh që çdo gjë është e përgatitur, dhe nuk ka nevojë që të qëndrojë shumë në skuqje. Pra mund t'i bëjmë në këtë formë, mund t'i bëjmë në formë sferike, i bëjmë sipas asaj fantazisë që kemi ne. Si ke servirur të në parë, zonja Tefta? Sallata të ndryshme, për... Të kujtohet si ke servirur dhe si ke bërë atëherë? Në fillim? Mbaj mend atëherë i kam servirur me një salcë të bardhë, në formën e beshamelit potoll, dhe me koprën të hedhur, në atë formë i kam servirur. Po këto mund të shoqërohen, sepse orizin ne e kemi në tradit, pilafi me kosë e kemi në tradit. Po, që e përdorim. E përdorim. Me salca të kuqe gjithashtu. Do me thënë ajo është në varësi të çdo kujt. Këto do të marrin një skuqje të plotë, edhe pse janë pothuajse të përgatitur për bërësit. Jo, nuk do të themi skuqjen e plotë sigurisht, po që se krijohet dhe shija, por që jo që të humbasin ngjyrën. Po. Jo të humbasin ngjyrën, ma e pak ato të lutem.
Tani përgatisim dhe një salcë e cila do t'jetë me gjalpin, me mielin, me qumshtin dhe limon me kopër. Është një salcë që kombinon shumë mirë me qoftet që ne kemi përgatitur. Në rregull. Atëre, këto e heqim, gjalpin e mbajmë. Kjo s'na duhet. Kjo nuk na duhet tani. Edhe kjo. Faleminderit. Atëre, shpejt në një tenxhere, që vijojmë me këto tenxhere të mrekullueshme. Një tenxhere të vogël? Ja. Po. Ku e kemi këtu? Tenxhere të hapur? Po. Kemi Tenxhere të marrë hapur. fislerin në këtë rast. Po. Përgatisim kremin. Të salcë që sigurisht i kemi qoftet, të mos i kemi kështu pa gjë, le të themi. Jo, le t'jenë me salcën e tyre, po Janë më të këndshme. në një pjatant, sigurisht. Ja, pra. Do ta bëjmë si kremin bechamel, gati si kremin bechamel. Por, këtu do të kemi limonin, gjithashtu dhe koprën, që do t'japë një shije krejt tjetër dhe shumë të mirë qoftave që ne kemi përgatitur. Atëhere, shtojmë gjalpin tek tenxheria. Sigurisht që ne do bëjmë një sasi të vogël dhe kemi thënë që kremi bechamel masën e ka 1:1, çdo të thotë. Do me thënë Një lugë gjalp, një lugë miell dhe një gotë qumësh, gjithashtu dhe një të verdhë veze. Okej. Në rastin tonë vezën nuk do e Dakor, shtojmë. se kemi Po, do të shtojmë limonin, do të shtojmë edhe koprën. Po. Atëhere, kalojmë dhe mielin këtu, shpejt, me një mirë të plot. Shumë mirë. Ja dhe mielin. Këto tenxheret mrekullueshme. Pra do të bëhet një salcë e cila do t'jetë me patjetër që do t'jetë e derdhur, nuk është një salcë e trash, e plot. Atëherë, sa të ndjejmë aromën e gjalpit dhe të miellit, ne menjëherë shtojmë qumshtin. E shtojmë ato ngadalë, derisa të shohim edhe trashësinë e masës. Ne e duam të derdhur, duke shtuar këtu kripën, do të shtojmë limonin, do të shtojmë edhe, si shtam, koprën. Ja dhe këtë e kemi gati. Bëjmë gati dhe limonin. Këtë kokrën që kemi Po. këtu, Ja, pra dhe kjo është bërë e derdhur. kështu kripe gjithë tjetër i shtuar? Patjetër kripën do t'ja shtojmë. Piper të zi? Pak fare, Pakë. piper të zi ose piper të bardhë, mjafton. Tani po patë darë Këtë e moskat, kemi- shtojani dhe atë. Po patë darë moskat. Nëse në këtë rast, kur e bëjmë bechamel, patjetër ara moskat, po në këtë rast kemi koprën që do t'i japi shijen, ëh? Dakor. E kemi këtu? Po. Këtë e kemi gati. Do të shtojmë edhe limonin, shpejt. Ja dhe limonin. Dhe salca është gati. Koprën. Kopra ka këtë të mirë që është fije dhe pas e këtë të në dorë. Po,
pjefje. Do t'ja shtojmë këtu apo mbi pjatë, si e ke menduar? Edhe mbi pjatë, edhe këtu, nuk ka problem fare. Atëre, do të shtojmë, vendosim qoftet, të cilat edhe mund të priten në këtë formë. Shojmë mesin e mbushur? Sigurisht. Një edhe në këtë formë. Dhe shtojmë salca. salcën. Zonja Tefta. Një, pra salca është e derdhur. Është mjaftueshme, besoj. Edhe koprën, siç tham. Po. Dhe pjata është gati. Ju bëf të mirë. Bëf të mirë, po. Zonja Tefta, shumë e këndshme. Këto janë qoftet që ne përgatitëm sot, qoftet me oriz të Po mbushura. kemi sjellë në kujtesë nga ditët e para të transmetimit Pikërisht. kur zonja Tefta ka dalë për herë të parë në ekran. Besoj ka ndisa shumë besnike që ka ndjekur që nga fillimi. Sigurisht. Do na vinte mirë për këtë, Dhe që në do kishim shënimin e parë dhe tyre recetën do ta e gjejmë sotme, këtë po. recetë të sotshme, po. Të lumshënduar zonja Tefta. Faleminderit. Të uroj dhe shumë vite të tjera në ekran. Faleminderit. Falenderoj dhe ato që na kanë ndjekur sot, që në kanë gatuar bashkë me ne. Ju le takim nesër sërish në 19 orë në kuzhinën tonë, ku zonja Tefta do të sjellë të tjera receta për kënaqësinë tuaj dhe për shijen tuaj.